qenë një shtyllë e fuqishme mbështetëse çështjes kombëtare, që nga shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, ajo ka luajtur një rol të pazaventshëm në përpjekjet për çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës. Ajo ka qenë zëri ynë në botë, duke lobuar, protestuar, organizuar ndihma dhe duke mbajtur gjallë çështjen kombëtare në opinionin ndërkombëtar. Diaspora shqiptare dha shembullin më të lartë të përkushtimit, solidaritetit dhe veprimit të organizuar kombëtar. Kjo konferencë synon të hedhë dritë mbi këto përpjekje të vazhdueshme përmes një qasje shkencore, kritike dhe të bazuar në dokumentet e kohës. 48 kumpesat shkencore që do të prezantohen gjatë këtyre 2 ditëve do të ndihmojnë në thellimin e njohurive tona për rolin e diasporës shqiptare në çështjen e Kosovës dhe njëkohësisht do të shërbejnë si frymëzim për brezat e rinj që të vijojnë me pasion dhe përkushtim studimet për këtë trashëgimi të çmuar kombëtare. Shpreh mirënjohjen time të thellë për Institutin e Historisë Tiranë, Institutin për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, si dhe për këshillin organizues të konferencës për kontributin e çmuar në organizimin e kësaj konference kaq domethënëse dhe unike. Falenderoj të gjithë studiusit që ju përgjigjen thirrjes sonë dhe që me punën e tyre begatojnë këtë ngjarje shkencore. Jam thellësisht e bindur se kontestat dhe diskutimet që do të zhvillohen këtu do të sjellin ndriçime të reja, jo vetëm për rolin dhe rëndësinë e diasporës shqiptare, por edhe për zhvillimet dhe sfidat e historisë bashkëkohore të Kosovës dhe mbar hapësirës shqiptare. Të nderuar të pranishëm, ju falenderoj përzemërsisht për pjesëmarrjen tuaj, prania juaj e bën këtë konferencë më të plotë dhe më domethënëse. Ju falenderoj. Ne do japim më të mirën tonë në konferencë, por sigurisht që ky është një problem madhor dhe ne kemi cekur ose do cekim vetëm një pjesë të diasporës, të problemeve të diasporës së shqiptare. Emigrimi është një proces i gjatë dhe i hershëm në jetën e popullit shqiptar, të cilin e dokumentojmë së paku që nga shekulli 13 me ngritjet dhe uljet e tij, ndërsa diasporat janë produkti i tij. Sipas dhënave të Ministrisë për Rrotën dhe Punën e Jashtme të Shqipërisë, në 2 dekadat e fundit, 1.400.000 qytetarë shqiptarë jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, ndërsa sipas revistës Forbes 1.2 milion. Rreth 34% e banorëve të Shqipërisë jetojnë sot jashtë vendit. Në rajonin tonë, vetëm Bosnia ka diasporë më të madhe se Shqipëria. Shifra më të parafërta mund të kenë dhe shqiptarë të larguar nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Malizi. Diaspora shërben si katalizator për të ruajtur identitetin kombëtar, kulturor, kryesor, emocional, politik, ekonomik me vendin anë. Ajo luan rolin aktiv në jetën politike të vendit nga ka ardhur, lobon, investon për zhvillimin e tij, madje dhe voton. Sidoqoftë, as diasporat nuk mund të konsiderohen kategori të përjetshme. Ato mund të zhduket e treten nga koha në kohë. Konferenca e sotme do të merret me rolin e diasporës bashkëkohore për çështjen e Kosovës, duke filluar nga viti 1912. Sigurisht, përparësitë e diasporës kanë ndryshuar nga koha në kohë, por çështja kombëtare vazhdon të mbetet në fokusin e saj. Ajo ka treguar vitalitet, sidomos në periudhat kruciale të historisë sonë kombëtare, ndër të cilat do të veçoja të vjetëçarë të parë të shekullit 20 dhe kontributin e madh për çështjen e Kosovës. Aktiviteti i diasporës për çështjen e Kosovës ka ndjekur trendin e ndryshimeve dhe kërkesave kombëtare të shqiptarëve në Jugosllavi, veçanërisht duke filluar nga demonstrata, duke i uruar sukses konferencës. Më duhet të analizoj idenë që në të ardhmen është e nevojshme të ndërmerren studime të plota ndërdisiplinore për diasporën shqiptare, gjatë gjithë historisë së shqiptarëve, si faktor në ndikim të sjellë dhe urrëlidhse ndërmjet vendeve ku shqiptarët banojnë dhe ateut lindjes apo të origjinës tyre. Mobilizimi i diasporës në atë periudhë nuk ishte vetëm reagim i të qytetit, ku u ngrit një zë për të drejtat e pambrojturve në trojë shqiptare,
u bë vazhdimsi e rezistencës që zhvillohi në mënyrë të padrejtë brenda vendit. Në kohën kur konturat e shtetëformimit filluan të bëhen më të dukshme, diaspora shqiptare në botë u shndrua në një ndërmjetëse mes premtisë dhe jashtësisë. Ajo nuk e kërkoi vetëm përkrahjen e faktorit ndërkombëtar, por më shumë se kaq, ndikoi që ky faktor të kuptonte natyrën e qeshjes shqiptare si një kërkesë për përfshirjen në arkitekturën e vlerave perëndimore, jo thjesht si problem rajonal. Kjo arritje nuk ishte rastësi. Ajo ishte rezultat i një pune të gjatë, të heshtur, të organizuar dhe të përkushtuar në ambasadat jo formale, në zyra avokatësh, në universitete dhe sala konferencash. Në këtë mënyrë, zëri që doli nga zemra e diasporës shqiptare nuk u dëgjua vetëm si klim emocional, por si arsyetim politik i ndërtuar mbi parimet e drejtësisë ndërkombëtare. Nuk mund të anashkalohet një e vërtet thelbësore. Diaspora shqiptare nuk dha vetëm zë, por edhe kapital. Kapital financiar, moral, kulturor dhe diplomatik, në funksion të çështjes së Kosovës. Ajo nuk ishte vetëm përkrahëse, por bashkëfinancuese e lirisë. Ndihmat ekonomike, organizime e lobime ndërkombëtare, strukturimi i ndihmës humanitare dhe financimi i aktiviteteve politike e kombëtare në dekada të ndryshme. Ishte pjesë e investimit që nuk kërkoi kthim, por drejtësi. Tashmë është koha që ky kapital të transformohet në shtetëformim. Politikbërja që doli nga ky investim ka për obligim të ndërtojë institucione që nuk harrojnë burimin e energjisë së tyre, ndërsa diaspora ndihmojnë në krijimin e shtetit. Shteti ka për detyrë të rikthejë këtë borxh historik në formën më të dinjitetshme, me investim për institucionalizimin dhe për kujdesjen e qëndrueshme ndaj diasporës, jo si dekor simbolik, por si pjesë aktive e strategjisë kombëtare për zhvillim, integrim dhe bashkëvendimmarrje në të gjithë nivelet